përshëndesi gjithëve, mirë se vini në Newsline. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryecore të deri tanishme. Nesër Kuvendi do të votojë për ngritjen e 2 komisioneve të posaçme, ati për reformën zgjedhore dhe për reformën administrative territoriale. Konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare futi në agjendën e Kuvendit 2 kërkesat e deputetëve socialistë. Në këtë moment është kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla në një deklaratë për mediat, e ndjekim drejt për drejt. Të lutem. Cili është roli i Partisë Socialiste? Ka rol Partia Socialiste. Do t'ju pyes qartësisht, do t'jeni prezent ju, kryeministri, do të marrë fjalë kryeministri, do ta kuptojmë se është përfshirja e PD-s të këtë manifestim. Ai është një organizim cilin e bëjnë organizata veteranëve të luftës shqiptare në Kosovë, ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është një organizim që vjen pas atij që ndodhi në Prishtinë, pas atij që ndodhi në Hag, dhe është krejt normale që e treta dhe e vërteta tjetë në kryeqendrën e shqiptarëve në Tiranë. Organizatat e veteranëve të UÇK-s, me të cilët unë jam takuar dhe sot do kërkoja mirë kuptimin tuaj që gjitha organizimet që po bëhen dhe 1000 herë faleminderit gjitha mediave që janë lejuar ta transmetojnë spotin, edhe ju gazetarëve pa përjashtim që i keni dhënë hapësirë. Dashur qytetarë Tiranës e gjithë Shqipërisë, ne shqiptarët na karakterizon atë dashuria dhe na karakterizon dhe solidariteti, bashkimi bën fuqi, thoshte Skënderbeu, të jemi të gjithë së bashku ditën e premte ora 17 në sheshin Skënderbej. Për të dërguar një mesazh solidariteti ndaj 4 komandantëve të UÇK-s, por dhe gjaku të derdhur nga gjithë ushtarët e UÇK-s të rënë në frontin e betejës për çlimin e Kosovës. Zoti Balla, të tilla por nuk pranonit një rezolut për të dënuar genocidin serb në Kosovë. Ambrozia do ta dëgjosh nesër përgjigjen për këtë. Durose vetëm keni thënë që mos u hap shumë në çështje. Zoti Balla, ka një organizim nga ju për të qenë gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste në këtë protestë ditën e premte? Urdhë? A ka një organizim nga ju për të qenë pjesëmarrës i gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste në protestën e ditës së premte? Po çfarë organizimi duhet për të qenë diçka që i shërben adheut? Është lidhet me kombin ton. Pra na thuhet në një akt akuzë që kombi jon kur është dashur të çlirojë një pjesë të territorit vet për të shpëtuar popullin shqiptar të Kosovës që ishte nën sulm nga makineria vrasë e Miloševićit, duhet një organizim. Kjo nuk është partijake. Kjo është kush e ka zemrën në vendin e duhur dhe kujt i dhem sadopak për kombin, duhet të jetë të premten atje. Pastaj organizata veteranëve do të përcaktojë se kush do të marrë fjalën, kush është programi, ç'pun kam unë programin. Unë do jem atje dhe të shpreh solidaritetin tim me një proces të pandershëm, me një proces që e dini si u iniciua, e dini edhe kush e votoi në 25 janar 2011 së rezolutën e famshme Dik Marti, po për këto dhe them drejtën këto nuk duhet merrem sot se jemi marrë boll, dhe do doja shumë që t'ishin edhe kolegët e Partisë Demokratike aty. A do jenë deputetë e Partisë Socialiste aty? Po, si kryetari i grupit parlamentar i kam thënë dëgjoj, mirë është që të jeni secili e vlerëson vetë. Faleminderit. Do qënë drejt për drejt edhe fjallën e kreut të grupit parlamentar socialist Auland Balla, ka patur në fakt detaje që ka zbardhur edhe sa i takon protestës që do të mbahen të ditën e premte në orën 17 në sheshin Skënderbej. Janë veteranët e luftës së UÇK-s, të cilët do të mbajnë një protestë për gjithçka ka ndodhur në Hag, po sa kaq ne do të diskutojmë në këto momente për këtë vendimarrje të konferencës kryetarëve ditën e sotme me ngritjen e 2 komisioneve të posaçme. Do të jem drejt për drejt me Greta Bullarin. Greta, të përshëndes, cilat janë konkretisht propozimet e socialistëve për këto 2 komisionet posaçme?
Rovena të përshëndes, po konferenca e kryetarëve i dha ditën e sot me dritën një shilje ngritjes së 2 komisioneve të posaçme parlamentare, megjithatë fjalën e fundit do ta thotë nesër seanca plenare. Partia Socialiste në propozimet e saj ka propozuar që sa i përket përbërjes së komisioneve, konkretisht ai për reformën zgjedhore do të ngrihet mbi bazën e barazisë, pra konkretisht do të ketë 16 antar në total, nga ku 8 do t'i takojnë shumicës parlamentare dhe 8 të tjerë pakicës parlamentare. Përsa i përket komisionit të posaçëm për reformën territoriale, ai do të përbëhet nga 17 antar, nga të cilët 9 janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 6 të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, 1 antar i grupit parlamentar të Aleancës për Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë të Lirisë. Në ndryshim, Rovena, nga komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore, i cili do të bashkëdrejtohet me 2 bashkëkryetar, komisioni i posaçëm për reformën territoriale do të drejtohet nga shumica parlamentare, në këtë rast nga Partia Socialiste. Përtej, po themi, antarve ka patur edhe janë diskutuar, po themi, në konferencën e sotme dhe disa nga objektet e punës që do të kenë këto 2 komisione, ku ai për zgjedhore do të fokusohet paktën nga propozimet paraprakëve të socialistëve mbi adresimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR, disa nende të posaçme të cilat lidhen me zgjedhjet për Parlamentin Evropian, që Shqipëria të jetë gati kur të jetë antare në Bashkimin Evropian, po aq edhe një fokus i veçantë që do të ketë për hartimin apo për një rikonceptim të ligjit për financimin e partive politike, ndërkohë që reforma administrative territoriale do t'i nënshtrohet, po themi, fillimisht një procesi të gjatë të analizës se si është implementuar, po themi, dhe si është zbatuar ajo që kemi aktualisht dhe nëse do të shihet nevoja, nëse do të jetë e nevojshme për një reduktim apo jo të numrit të bashkive. Faleminderit Greta Bullari për raportimin dhe detajet që ndave me na. Se kaq, Partia Socialiste i ka kërkuar Kolegjit Zgjedhor miratimin e afateve të propozuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e pjesëme vendore në 5 bashki të vendit. Socialistët janë tërhequr ndërkohë nga kërkesa për afatet në Bashkinë e Tiranës për shkak të një vendimi pezullimi që ka dhënë më herët gjykata kushtetuese. Andon Kello po ndjek nga afër seancën në Kolegjin Zgjedhor, unë do të jem me të në komunikim të drejtë për drejtë. Andon, të përshëndes, cilat janë afatet e reja që ka propozuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e 9 nëntorit dhe çfarë ka kërkuar konkretisht Partia Socialiste? Atëherë, para se të kalojmë tek le ta themi vendimi që presim nga Kolegji Zgjedhor, duhet të njohim një lajm të fundit. Partia Demokratike ka vendosur të mos marrë pjesë në protestën ditën e premte për krerët e buldozur të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Shkak për këtë vendimarrje të Partisë Demokratike është prezenca e kryeministrit Edi Rama ditën e premte në sheshin Skënderbej. Në reagimin zyrtar theksohet se ne e konsiderojmë luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës një luftë çlirimtare të një populli pushtuar. Është luftë e shenjtë. I konsiderojmë të papajshëm krerët e UÇK dhe shpresojmë e lutemi për papajësinë e tyre. Por ne nuk mund të jemi bashkë me kreun e narkos që i ka pas shtëpinë e Kosovës sa herë që i rëdhën mundësia. Me atë që Kosovës i vendosi sanksione, kur asnjë vend tjetër nuk e sanksiononte. Për ne Kosova ka qenë dhe është shqiptare, e madje zemra e shqiptarisë. Për ne qeveria e Vučićit ka kryer me luftën ndaj vëllezërve tanë në Kosovë e nuk mund të jemi në një tubim atë që ka vite që vendos veton për të bllokuar në parlament rezolutën për krime lufte të Serbisë në Kosovë. Ne nuk mund të jemi bashkë me vllajën e Vučićit që për makjazh të imazhit të tij antishqiptar tenton të përdorë luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të krerëve të saj. Pra, Partia Demokratike ndryshe nga Partia Socialiste pse ka vendahet politikisht dhe nuk do të marrë pjesë në protestën e organizuar ditën e premte nga le ta themi nga shoqata e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Andon, pritej ky vendim i ndërmarr nga Partia Demokratike për ta diskutuar edhe për pak çaste me që është një zhvillim i minutës fundit? Në fakt nuk pritej për shkak se vetë Partia Demokratike ka kërkuar ose paktën sesion pas sesioni kërkon miratimin e rezolutë për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë, madje disa
janë mjaft të zëshëm në këtë çështje, por me sa duket pikërisht fakti se aty do të ketë një prezencë jo vetëm të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, por edhe le ta themi Partia Socialiste ka marrë një vendim politik për të marrë pjesë në grup në këtë protestë. Partia Demokratike për shkak të kundërshtimeve politike të brendshme ka marrë këtë vendim për të mos marrë pjesë asnjë eksponent i saj në këtë protestë, e cila do të jetë historike në fakt, pasi për herë të parë pas Prishtinës dhe Hagës, ajo do të mbahet në Tiranë, duke kërkuar lirimin e krerëve të burgosur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me në krye presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Andon, ky është një vendim i sapomarrë edhe ndoshta nuk e kemi shumë të qartë, po dua të të pyes, është një vendim që është konsultuar me forume strukturat apo i marr nga kryetari i Partisë Demokratike? Nga kryetari i Partisë Demokratike dhe nga ajo që quhet kryesia e vogël, është komunikuar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka për mediat, ndërsa pritet kemi edhe një deklarim nga zoti Berisha, i cili sapo ka filluar mbledhjen e grupit parlamentar, mbledhjen e përjavshme të grupit, por me sa duket kjo do të jetë edhe një çështje e zëshme ditën e nesërme në seancën plenare në Parlamentin e Shqipërisë, një ditë para mbajtjes së kësaj proteste. E qartë, mirë, do të mbetet për të parë. Andon, unë duaj që së bashku të rikthehemi dhe argumentit fillestar me kërkesat që ka patur Partia Socialiste drejtuar kolegjit zgjedhor për çështjen e afateve, të respektimit afateve të vendosura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për 5 bashkit që do të shkojnë në zgjedhje më datë 9 nëntor. Çfarë po ndodh me këtë proces? Partia Socialiste ditën e sotshme kërkoi, le të themi, një ndarje apo një shkurtim të padisë saj për miratimin e afateve për zgjedhjet e pjesshme lokale, duke hequr Tiranën në këtë rast. Kolegji zgjedhor pranoi, le ta themi, këtë kërkesë Partisë Socialiste dhe ka marrë në shqyrtim vetëm padin ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo Komisionit Rregullator për 5 bashkitë e tjera, pra Matin, Cerrikun, Vlorën, Beratin dhe Tepelenën. Dhe në këtë rast, kolegji zgjedhor është tërhequr për vendim, po vonohet prej 2 orësh ky vendim, për shkak se Partia Socialiste ka kërkuar edhe gjykim në themel të çështjes për të mos humbur kohë me afatet për 5 bashkitë e tjera. Pra një hap pas për Tiranën, kjo prirur nga vendimi i gjykatës kushtetuese për të pezulluar dekretin e presidentit Begaj, ka çuar në hapjen e rrugës sa më shpejt të organizimit të zgjedhjeve për 5 bashkitë e tjera. Afatet e reja të propozuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë këto: 16 tetori ose dita e nesërme si afati i fundit për regjistrimin e partive politike apo komiteteve nismëtare për regjistrimin e kandidatëve të pavarur, 21 tetori për koalicionet dhe 24 tetori afati i fundit për regjistrimin e kandidatëve dhe dokumenteve të tyre. Fushata nuk ndryshon, mbetet 1 me 7 nëntor. Vetëm për këto 5 bashki, ndërsa për Tiranën do duhet të pritet vendimi i gjykatës kushtetuese në datën 31 tetor. Faleminderit Andon Kello për raportimin dhe detajet që ndave me ne.
Kreu i SPAK Altin Dumani ka deklaruar se do të largohet nga prokuroria e posaçme në fund të mandatit të tij si prokuror. Dumani, që gjendet në muajt e fundit në krye të prokurorisë posaçme, ka ofruar dhe një kompromis përballë refuzimit të politikës për zgjatje të mandatit për kolegët e tij edhe për 9 vjet. Dumani thotë se SPAK-u atyre nuk u duhet hequr e drejta e rikandidimit, qoftë edhe duke kaluar sërish vettingun. Altin Dumani u paraqit për herë të fundit në kuvend si drejtues i SPAK, por në mbylljet e epokës 3 vjeçare në krye të institucionit, Dumani zbuloi se në fund të mandatit ai do të largohet edhe si prokuror special. S'ka të bëj fare me interesin personal. Në përfundim të sigurt është, ju siguroj që në përfundim mandatit 9 vjeçar nuk do rikandidoj për prokuror. Zgjedhja ime kam bërë këtë marrëveshje me mua që kur kam me veten time, që kur kam hyrë në këtë kur kam aplikuar për qenë prokuror i posaçëm. Pra në vitin 2028, Dumani lë zyrën e prokurorit posaçëm për t'u rikthyer profilit si prokuror rrethesh, por ai paralajmëroi ata që urrejnë për shkak detyrës që të mos gëzohen para koha. Pa paragjykuar prokurorët e jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilët i vlerësoj maksimalisht, por prapë këtu them ne nuk kemi luksin që një prokuror i specializuar, i trajnuar për hetimin e një kategorie të veçantë krimesh ta çojmë në një prokurori tjetër të jurisdiksionit përgjithshëm dhe të fillojë të hetojë nga korrupsioni i nivelit lart ku ishte dhe krimi organizuar shumë i sofistikuar, fillojë të hetojë vjedhjet e thjeshta, shkeljen e rregullat të qarkullimit rrugor, kanosin e tjerë e tjerë. Por drejtuesi i SPAK duket se është dorëzuar para politikës për zgjatjen e mandatit të prokurorëve. E kam përsëritur në çdo, ky është raportimi im i tretë në kuvend, çdo raportim e kam përsëritur dhe nuk kam qoftë edhe një përgjigje, qoftë edhe negative, që prokurorët të përgatiten dhe psikologjikisht, jo. Në shkëmbim, ai ofroi një kompromis, jo zgjatje, por mundësinë e rikandidimit të këtyre prokurorëve, çka do të thotë që nëse duan të rikandidojnë, prokurorët special duhet i nënshtrohen sërish vettingut. Por unë flas në emër të institucionit. A mund ta imagjinoni në vitin 2028 11 apo 13 prokurorë 11 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm ju mbaron mandati brenda një viti. Nuk kemi aq shumë burime njerëzore që sa t'i zëvendësojmë këta prokurorë. 11 prokurorë në një vit. Është e pamundur. Dua të them, nuk kemi thënë rinovim automatik të mandatit, por dhënie të drejtë për të rikandiduar, sepse unë mendoj që në përfundim 9 vjeçarit secili prokuror i posaçëm ka nevojë të rivlerësohet. Ndryshe nga viti kaluar, deputetët kësaj radhe ishin më pak agresiv ndaj Dumanit. Kreun largimi SPAK e nisi me statistika, ku institucioni i tij ndriçon në të gjitha aspektet. Një shkulje veshi e kishte për institucionet të cilat nuk referojnë, edhe policinë që mund të bashkëpunojë më mirë. Ai pranoi se ka me 10 anesti angon që denoncojnë çdo ditë para SPAK, kurse me Berishën i mbylli sapet. Jala e gjykatës, Dumani tha se në 3 vite ka dhënë vetëm sugjerime, por jo detyrime për prokurorët e dosjet e tyre, duke u lënë atyre përgjegjësinë më të madhe, si për Berishën, Metën apo Veliajn. Në fund për zgjedhjet e 11 majit, Dumani i sugjeroi opozitës, herës tjetër, të mos dekonspirojë më operacionet e SPAK me titra në media. Çdo pretendim tuaj ne kemi verifikuar. Çdo pretendim tuaj ne kemi verifikuar. Çdo pretendim tuaj ne kemi verifikuar në kohë reale. Kam dërguar hetues dhe prokuror në mes të natës. Tani, ne sa po organizojmë punën për të hetuar rastin, shikojmë në media me titra që filan vend po blien vota. Jam në komunikim të drejt për drejt në këto momente me avokat Arber Hoxha për të diskutuar për gjithë raportimin që pati Altin Dumani dje para Komisionit të Ligjeve. Avokat, ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, kënaqësi si. Ne do të diskutojmë patjetër për gjitha çështjet që u prekën dje në Komisionin e Ligjeve, po komentin e parë dua për këtë vendim, pavarësisht se Altin Dumani e theksoi se ishte personal për largimin e tij nga prokuroria e posaçme në përfundim të mandatit të tij si prokuror. Si e pat, si duhet ta lexojmë? Besoj që zoti Dumani është në drejtën e tij ligjore që të largohet nga prokuroria e posaçme në përfundim të mandatit, ashtu siç parashikon të paktën ligji për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë së posaçme, në përfundim të mandatit të gjithë prokurorët e prokurorisë së posaçme duhet që të kthehen në prokurorinë e apeleve ka qenë përpara, tani është vetëm një apel i jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra, të paktën kështu e parashikon ligji.
Sidoqoftë, kërkesa e tij mund të jetë legjitime nga njëra anë, por nëse e shikojmë, duhet të jemi dakord së pari për principin, për parimin. A duhet që personave të cilët e kanë të lidhur ligjërisht mandatin me një afat të caktuar, duhet i zgjatet apo jo? Duhet kujtojmë që në sistemin e drejtësisë mandati nuk lidhet vetëm me prokurorët e prokurorisë posaçme, lidhet edhe me anëtarët e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. Pra, çfarë do të bëhet me gjyqtarët e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, në qoftë se ata kanë qenë në majën e sistemit dhe më pas duhet të kthehen prapë në shkallën e parë, patjetër që të gjithë personat të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret për qenë prokuror në prokurorinë e posaçme, pra që janë në prokuroritë e rrethave apo në prokurorinë e apelit, duhet të kenë të drejtën ligjore për të kandiduar në prokurorinë e posaçme. Pra thënë ndryshe, të gjithë personat janë të legjitimuar që të paktën një herë në jetën e tyre duhet të jenë prokuror në prokurorinë e posaçme nëse plotësojnë të gjitha kriteret dhe kushtet ligjore. Pra në këtë lloj urrije, le ta themi ligjore, dhe në këtë lloj parimi të së drejtës, unë besoj që zgjatja e mandatit për gjithë prokurorët e prokurorisë posaçme do të shkelte parimin kryesor që lidhet drejt për së drejti me atë që quhet ratione legjis, pra me arsye pse është vendosur një mandat dhe një kohë zgjatje e caktuar për prokurorët e prokurorisë posaçme. Të ndryshe, nëse themi që pas 9 vjetëve çfarë do ndodhë me fatin e dosjeve, por pas 9 vjetëve që ti mbarojë ky mandat që do bëhen 18 vjet, çfarë do ndodhë? Pra, patjetër që prokurorët e prokurorive, qoftë të rrethave, qoftë të apelit, janë në lartësinë e turpur për të ndjekur të gjitha këto çështje që po ndjekin prokurorët e prokurorisë posaçme. Prokurorët e prokurorisë posaçme nuk janë as shtetas suedeze, as shtetas hungareze, as shtetas janë shtetas të kësaj republike me trajnime dhe kualifikimet që kanë të gjithë prokurorët dhe të gjithë juristët. Madje unë besoj që ligji për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë posaçme duhet që të ndryshohet në raport me të gjithën, sepse mund mos jesh prokuror, po të jesh një jurist më i zotin, një jurist më i kualifikuar, në raport me prokurorët e tjerë dhe mund të jesh edhe fare mirë edhe prokurori i spakut pa qenë ndonjëherë në sistem. Po për vakancat, avokat, në të gjithë kërkesën që pati dje Altin Dumani, duke e theksuar se e ka kryesisht për kolegët e tij, duke si në vëmendje vendimin personal që ne e prekëm, fliste për një trajnim të jashtëzakonshëm që kanë prokurorët e posaçëm nga njëra anë, ndoshta një realitet politik që do ta shtoja unë për të kuptuar se në çfarë pika është Shqipëria me problemet me korrupsionin dhe me krimin e organizuar, po nga ana tjetër edhe të faktit se pas përfundimit mandatit të rreth 11 prokurorëve, do të kishte një vakum të jashtëzakonshëm për cilin ne kemi diskutuar në të gjitha institucionet e tjera drejtësisë edhe kemi parë edhe rezultatet tragjike që ka patur ndoshta. 11 prokurorë në 340 prokurorë nuk është një vakum tragjik. E dyta, të paktën sa jam ndjeni unë, prokurorët e prokurorisë posaçme kanë shkuar her pas here, kanë bërë trajnime të caktuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ata nuk kanë ndenjur as me muaj, as me vite aty që thua që kanë lënë dhe kanë marrë në një praktikë të jashtëzakonshme. Fatkeqësisht, krimi organizuar shqiptar diskutohet nga mëngjesi deri në darkë, ai që vuri dorë mbi gjyqtarin e gjykatës së apelit nuk ishte krimi organizuar, ishte një popull i thjeshtë që kishte ardhur majtë të hundës mosdhënia e drejtësisë. Pra, nëse krimi organizuar do të ishte kaq i organizuar dhe kaq i sofistikuar, do vendoste dorë mbi gjykatësit, prokurorë dhe mbi sistemin e drejtësisë. Të paktën mua nuk më rezulton që asnjë gjyqtar, prokuror apo avokat të jetë vrarë apo të jetë kërcënuar në mënyrë serioze për jetën dhe shëndetin nga krimi organizuar. Patjetër që ka pasur raste dhe tentativa sporadike, por nuk besoj që krimi organizuar shqiptar është më i rrezikshëm se krimi organizuar italian. Dhe nëse ne i referohemi Kam një problem e lidhjen, sa por regjia trimundësoj komunikimin, do të kemi mundësi që të vjojmë të diskutojmë në fakt për raportimin që pati kreu i SPAK Altin Dumani ditën e djeshme para Komisionit të Ligjeve, konkretisht në këtë pikë, në bisedën që po zhvilloj me avokat Arber Hoxha, duaj që të ndalem edhe tek një lloj qasje që patën deputetët, qofshin këto të Partisë Socialiste, po edhe të Partisë Demokratike, në një lloj konfrontimi, po themi, edhe me kreun e SPAK Altin Dumani, duke pyetur për çështje të ndjeshme, po njëherësh edhe për kërkesa që ne
kemi parë të përsëritura për cilat diskutuam me avokatin që lidhen sigurisht me zgjatjen e mandatit të prokurorëve, duke sjellë në vëmendje në fakt se nëse flasim për mandatin e Altin Tumanit si krye prokuror, si kreu i prokurorisë posaçme, ky mandat 3 vjeçar përfundon në muajin dhjetor. Ne kemi raportuar sigurisht edhe për garën e hapur për 4 prokurorët të cilët kanë shprehur interesin përmes kandidaturave të tyre për të qenë në krye të SPAK. Sigurisht do ta prekim si çështje, vjoj të jem me avokatin tani më për të ndalur arbër edhe tek një qasje që nuk e di se si e lexuat ju të deputetëve në drejtim të kreut të SPAK Altin Dumani, si i pat ato orë të gjata të raportimit të tij. Dukeshin si sulme personale, disa ishin dhe sulme personale, vetëm që dukeshin po ishin sulme personale. Kështu që besoj që zoti Dumani ishte në lartësinë e situatës për të i kthyer përgjigjet e gjithit dhe gjithë secilit në raport me ato që kërkonin. Disa ishin jo vetëm sulme personale, por ishin edhe të palishme, sepse kërkonin informacion për çështje konkrete. Zoti Dumani në cilësinë e drejtuesit të prokurorisë posaçme nuk ishte aty për të dhënë informacione konkrete në raport me çështje të caktuara, por ishte aty për të dhënë një llogaridhënie në raport me Republikën Parlamentare, të cilët supozohet që jemi neve, dhe besoj që ishte në lartësinë e situatës për ta dhënë atë të gjithën. Ishte edhe komente të tjera të cilat zoti Dumani besoj që nuk ka dashur që t'i kthejnë personale, por fare mirë mund të merreshin përgjegjësi penale edhe për disa vepra të tjera, siç mund të jenë fyerja apo shpifja, apo edhe vepra të tjera që lidhen vepra penale në fushën e drejtësisë. Një avokat, unë falenderoj shumë që isha me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë, që gjithmonë është kënaqësi. Ju falenderoj gjithashtu. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish së bashku, ndalemi tani me të tjera zhvillime. Një avokati në Korçë i cili ndodhet në burg për korrupsion i shtohet dhe një tjetër akuz. Avokati Arben Lena është paditur nga një i dënuar në burgun e Shënkollit, të cilin e kishte përfaqësuar si mbrojtës ligjor në vitin 2020. 70 vjeçari thotë se avokati e ka mashtruar dhe e ka shpërdoruar prokurën e dhënë, duke zbrazur llogarinë bankare. I shkreu i dhomës avokatëve në Korçë Arben Lena, i cili për një viti vijon të jetë në mas arresti në burg për korrupsion. Këtë të mërkur ju komunikua edhe një akuzë re, ajo e mashtrimit nëpërmjet dhënies së besimit. Policia e Korçës thotë se ka qenë një 70 vjeçar, i cili aktualisht vuan dënimin në burgun e Shënkollit, ku akuzon avokat Arben Lenën se ka mashtruar dhe nga llogaria e tij bankare në një bank të nivelit të dytë i ka tërhequr një shumë të konsiderueshme parash. Sipas padisë së 70 vjeçarit Niko Bezhgolli, në vitin 2020, që përkon me arrestimin e tij, kishte pajtuar avokat Lenën si përfaqësuesi mbrojtjes, me që ai ishte izoluar në burg e kishte pajisur dhe me një prokurë të posaçme për ta përfaqësuar atë dhe për të tërhequr nga banka parat që i takonin për mbrojtjen. Por avokati kishte boshatisur llogarinë duke tërhequr të gjitha parat, rreth 30 milion lekë të vjetra. Këtë e ka vënë re vetëm disa ditë më parë dhe pasi ka mësuar se përgjatë periudhës 2 vjeçare Lena i kishte zbrazur llogarinë, bëri edhe padin për mashtrim të kryer nëpërmjet besimit. Burime nga organi akuzës konfirmojnë se Arben Lenës i kanë komunikuar dhe akuzën tjetër për mashtrim në dhomat e paraburgimit, ku prej një viti ndodhet nën masën e arrestit në burg për korrupsion, duke qenë në pritje të vendimit të formës së prerë. Arrestohet në Tiranë një i ri që pak muaj më parë tentoi të grabiste nën kërcënimin e armës një argjendari në Shkodër. Në pranga përfundoi 29 vjeçari Fation Bruçi. Policia e Shkodrës arrestoi dhe 2 bashkëpunëtorë të tij. Një 29 vjeçar i shpallur në kërkim për një tentativë grabitje në Shkodër u vu në pranga nga forcat operacionale në Tiranë. Në pranga zhvon Fation Bruçi, i cili akuzohet se në 29 gusht i armatosur dhe i maskuar me skafandër tentoi të grabiste një argjendari në qytetin e Shkodrës. 29 vjeçari u ndalua në lagjen 5 Maj teksa lëviste me një automjet tip Audi, ndërsa në pranga u vun dhe 2 të tjerët që ndodheshin me të, Jonathan Deliu, 21 vjeç, dhe Enri Elezi, 19 vjeç, për përkraje të autorit të krimit.
Bruçit, gjatë kontrollit fizik, policia i gjeti edhe një sasi lëndë narkotike. 29 vjeçari kishte marrë dhe një banesë me qira në kryeqytet, ku u gjet një pistolet, 2 maska, municion luftarak, 3 pajisje për grirjen e lëndëve narkotike, para të falsifikuara, një shumë lekësh dhe aksesor. Policia i sekuestroi gjithashtu dhe 2 automjete dhe një celular. Ndaj tij gjykata e Shkodrës kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për vjedhje me armë mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Ngjarja për të cilën akuzohet ndodhi para ditën e 29 gushtit, ku i armatosur dhe me skafandër, motori në kokë, ka hyrë brenda argjendarisë në lagjen Vasil Shanto të Shkodrës me qëllim për ta grabitur. Pronari i argjendarisë ka kërkuar që të heqë skafandrën, por ka refuzuar dhe është larguar me vrap, duke lënë dhe motomjetin para argjendarisë. Ai drejtoi dhe armën pronarit që të mos e ndiqte. Drejtësi për ish-krerët e UÇK-s, një grup motoristë shqiptar ka nisur një rrugëtim me motora nga Prekazi në drejtim të Hagës me thirrjen Liria ka emër. Marshimi ka qëllim sensibilizimin për lirimin e ish-drejtuesve të UÇK-s që mbahen padrejtësisht në burg në Hagë. Me motora nga Prekazia dhe Mjasharit në Hagë. Të veshur me bluza me mbishkrimin Liria ka emër, rreth 150 motoristë shqiptar nga vende të ndryshme të Kosovës dhe Europës nisën marshimin me thirrjen e vetme drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë. Përfaqësuesi i kësaj platforme, Ismail Tasholli, tha se ky parakalim është simbolik. Është një marsh simbolik që kem paralajmëruar, është një thirrje për drejtësi, qëllimi është që të mrim deri në Hagë. Atje ta bëjmë një parakalim të karvanit motorista, mandej të vazhdojmë Bruksel ku kem përgatit edhe një kërkesë që drejtësia të jetë transparente. Për ish luftëtarin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Nasim Haradinaj, kjo lëvizje synon të kthehet edhe në një thirrje për ndërkombëtarët. Ne nuk duam as të ndikojmë në drejtësi, po duam të thëmë se kjo drejtësi nuk po monitorohet. Prandaj kjo le të jetë thirrje edhe për ndërkombëtar, por le të jetë thirrje edhe për njerëz të qeverisë dhe gjithë ata që mendojnë që drejtësia është ajo me vlera kryesore. Rrugtimi gjatë ka si stacione pas Prekazit, Glogjanin, Kosharen, Mejen, Landovicën, Morinën, Durrësin, Ankonën, Zyriun, Düsseldorfin, Hagën dhe në fund Brukselin. Gjatë rrugës pritet bashkohen edhe 10 motoristë të tjerë. Në mbështetje të ish-krerëve të UÇK që po gjykohen në Hagë, më 17 tetor në Tiranë do të mbahet protestë mbarkombëtare në ndërtimin e organizatës së veteranëve të luftës, me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe kryeministrit Edi Rama. Shqiptar, kudo që jetoni, kategoritë e dala nga lufta e UÇK-s ju ftojnë të bashkoheni masivisht në protestën gjithkombëtare në përkrajet e ish-udhëheqësve të UÇK-s dhe të Shtetit të Kosovës, të cilët po gjykohen padrejtësisht në Hagë. Protesta do të mbahet me 17 tetor në ora 17 në sheshin Skënderbej në Tiranë. Të bashkohemi të gjithë pa dallim për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët, për respekt për sakrificat e atyre që dhanë gjithçka për lirimin tonë. Për çdo sakrificë, për çdo dëshmor dhe çdo luftëtar, ne do ta mbrojmë lavdinë e luftës dhe nderin e UÇK-s. Bashkë kemi bërë luftën, bashkë edhe e mbrojmë. Ju presim në Tiranë. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme. Të tjera zhvillimet përditësuara minut 5 minuta nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.